Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e djeshme në fshatin Çorav të Pogradecit, ku një stall me bagti është shkrumbuar plotësisht nga flakët. Sipas burimeve nga tereni, dëmet janë të konsiderueshme, pasi përveç shkatrimit të ndërtesës, janë ndjekur edhe 10 krerë bagti. Duke qenë se stalla ndodhen në një zonë të largët nga banesat e fshatit, zjarri është konstatuar vetëm mëngjesin e sotëm nga pronari i saj, Argjerim Kapa, i cili kishte shkuar për të kryer shërbimet e përditshme. Në një prononcim jashtë kamerave, Kapa, në gjendje të rënduar emocionale, tha se dëmi është jashtëzakonshëm, pasi më shumë se 170 dele janë ndjekur të gjalla. Sipas tij, ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit, ndërsa dyshohet se flakët mund të jenë shkaktuar nga një shkëndijë elektrike ose nga një pakujdesi. Në vendngjarje kanë mbritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave për përcaktimin e shkakut të zjarrit. Gjithashtu, emergjencat civile të Bashkisë Pogradec pritet të mbërrijnë në zonë për të vlerësuar dëmet materiale dhe për të asistuar familjen e prekur nga kjo fatkeqësi. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar, por humbjet në gjën e gjallë dhe dëmet materiale janë shumë të mëdha.